Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit ju për ftesën, mbi të gjithë aty për dhe të gjithë personave që po mbështesin këtë projekt jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Duke ky është aktiviteti i 4 që organizojmë në bibliotekë, gjithmonë ka miq edhe gjiton që kanë ardhur në të gjitha aktivitetet, ka edhe njerëz që vinë një ose një tjetër. Faleminderit Albina, Andrea tjetër që na është bashkuar sot, ju që po filmoni. Dhe ideja është që në çdo muaj të organizojmë diçka. Herën e kaluar kishim poeten Olindi Vele, edhe ajo është Bima Llakastre, dhe shkoi bukur dhe aty sa që do bëjmë të organizojmë një koncert. Pra, po themi ne, për bibliotekën. Pse vini për të dhuruar libra pikërisht në Kafsh? Kush ka sjellë? Mua më ka sjellë shoqja ime Neta, e cila më informoi për iniciativën e Albana Shalës këtu në Hekal, një kontribut jashtëzakonshëm në një zonë me histori dhe me njerëz, me sa duket, shumë të interesuar jo vetëm për jetën, por edhe për kulturën. Koincidoj që sot ashtu ndoqëm një aktivitet të kësaj qendre me një violiniste shumë të pasionuar, por edhe shumë të thjeshtë për të komunikuar me popullin. Kështu që kam përshtypjen që edhe kjo iniciativa ime që është personale kishte bënte me bibliotekën e babait dhe nënës tim, të cilët kanë ndruar jetë para ca kohësh, dhe unë nuk dija çfarë të bëja me librat e tyre. Nuk doja të humbisnin, si thua, larg qoftë në kazanat e plerave, por edhe pa një identitet.